Kryeministri Edi Rama ka mbledhur asamblenë e Partisë Socialiste në njësinë 7 në Tiranë. Gjatë fjalës së tij ai e ka kthyer vëmendjen të debatet brenda mbledhjes së shkuar të kabinetit dhe grupit parlamentar. Ai u shpreh se ishte pabesueshme dhe për të ishte spektakolare se si mediat kombëtare në vend të shkruanin për diskutimet që kanë interes publik, raportuan se çfarë i tha Rama njerëz e çfarë i tha tjetrit. Në këtë proces që kemi nisur shumë e rëndësishme të flasim dhe për një sër gjërash që merren të mirë qëna, që ne mund t'i dim nga që merremi për ditë me to, por shumë kush nuk i di, sepse nuk ka nga t'i dëgjoj dhe s'ka se si t'i marri vesh duke ndjekur kanalet dhe portalet, të cilat merren shumë pak me problemet reale dhe me punët e Shqipërisë. Merren në pjesën më të madhe të kohës me llafe, me tashetheme, me gjysmë vërteta, me gënjeshtra, me akuza, kundër akuza, duke kthyer faktikisht të gjithë hapësirën e debatit, komunikimit publik në një pazar të madh. Ishte spektakolare, ishte e pabesueshme edhe për mua që besoj që nuk ka më çfarë më surprizon, që ne mblidhemi në një mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar me qeverinë, gjë që e kemi vendosur ta bëjmë çdo fund muaji, për të trajtuar tema specifike. Shumë gjërave pozitive që janë bërë, shumë gjërave që duhet të vazhdojnë të bëhen, edhe mediat kombëtare. Nuk po diskutoj tenxheret e vogla apo ato të mbushura me helm që mëngjes, po mediat kombëtare raportojnë për publikun çfarë i tha Edi Rama njërës e çfarë i tha Edi Rama tjetër. Sipas Ramës, shqetësim nuk duhet jenë diskutimet brenda partisë, por kërkesat për të cilat kanë votuar qytetarët.